Ne si antar të shumicës parlamentare në Këshillin për Rregulloren mandatet, imunitetin, i rekomandojmë seancës plenare dhe ju të nderuar kolegët deputet rrëzimin e kërkesës për ujë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, për dhënien e autorizimit për arrestimin, heqjen e lirisë deputetes zonjës Belinda Balluku, mosdhënien e këtij autorizimi, pasi nga shqyrtimi i materialeve dhe rrethanave që shoqërojnë kërkesën e për ujë posaçme dhe relacionin përkatës, nuk rezulton të jenë evidentuar domosdoshmëria e vendosjes një mase të tillë në raport me ushtrimin e mandatit parlamentar dhe me funksionimin e institucionit kuvendit. Ky rekomandim i joni në asnjë rast nuk e pengon për ujin e posaçme që të vazhdoj hetimet në ngarkim të deputetes Belinda Balluku. Sigurisht ka një mas të sigurimit personal, ato të ndalimit të daljes jashtë shtetit, që e garanton plotësisht gjithmonë vlerësimin ton vazhdimin e procedimit penal të nisur ndaj saj, dhe ne këtë e konsiderojmë si një çështje që ta shpëritakon drejtësisë.